Market Center Hall është sot epiqendra e një bashkëpunimi të rrallë artistik ballkanik ku zhvillohen provat përfundimtare për koncertin madhështor Carmina Burana të Carl Orff, një ngjarje që premton të mbetet gjatë në kujtesën kulturore të rajonit. Ky projekt përbashkon forcat krijuese të Filharmonisë së Sofjes, Orkestrës Shtetërore të Selanikut, Filharmonisë së Maqedonisë së Veriut si dhe prej disa koreve më përfaqësuese të shteteve. Mbi të gjitha ai është një shfaqje e fuqisë së bashkimit përmes artit. Në drejtimin e dirigjentit të mirënjohur grek, Mihalis Ekonomu, ky bashkëpunim ndërkombëtar është shndruar në një laborator të pasionit dhe precizionit artistik. Çdo tingull, çdo frazë muzikore, çdo ndërhyrje korale përpunohet me kujdes në detaj, për të sjellë një mbrëmje të jashtëzakonshme që do të mbyllë me lavdi festivalin kulturor Dimitria 2025. Veprimi qendror i natës Carmina Burana, kuntata dramatike e Carl Orff, është një festë e fuqishme muzikore mbi jetën, fatin, dashurinë dhe gëzimet toksore. Kompozuar në vitin 1937 me tekste të mesjetës, kjo vepër ngërthen brenda saj një energji ritmike që e bën sa dramatike aq edhe mbreslënse për çdo publik. Pjesë i kësaj performance të përmasave të mëdha janë edhe emrat të njohur të skenës klasike: Ana Durlovski soprano, Nikolas Panos kontrtenor dhe Ivo Jordanov bariton, të cilët bashkohen për një interpretim të shkëlqyer që përfaqëson fuqinë e artit ballkanik në nivel ndërkombëtar. Në skenë përveç trupave orkestral marrin pjesë edhe kori kombëtar i Bullgarisë, si dhe dy formacione korale nga Selaniku, kori i rinisë së kishës Shën Qirili dhe Metodi dhe kori i Universitetit të Maqedonisë nga Selaniku. Të gjithë bashk në një bashkëpunim që sfidon kufit dhe flasin një gjuhë të përbashkët, atë të muzikës. Në një prononcim për kronikën tonë, drejtori i Filharmonisë së Maqedonisë së Veriut, zotri Mustafa Imeri, u shpreh. Kjo skenë ku ndodhemi sot është një skenë të cilët çdo muzicient kishte pas dëshirë që ta kalon jetën e tij. Do të gjendemi në sallën e koncerteve këtu në Selanik, ku do të bëhet koncerti për Carmina Burana nga Carl Orffi, nga 3 filharmonit e Maqedonisë së Veriut, të Selanikut dhe të Sofjes, Filharmonia e Sofjes. Besoj që kjo është një projekt grandioz, mund të them se ka përmi 200 veta artist në skenë, është voluminoze dhe është një kryevepër. A ka ndonjë sfidë të veçantë kur bashkëpunohet me orkestra dhe kore nga vende të ndryshme si në rastin e këtij koncerti? Ta shihni, këto koncerti janë vetë në vete sfidë në vete faktikisht. Siç thash, është shumë voluminoz, duhet të akomodosh gjithë këto njerëz, të paguash honorare, gjithë ato përgatitjet para se të bëhet. Kjo është mund të them një gjithë staf i madh edhe prej Maqedonisë, edhe prej Sofjes, edhe prej Selanikut. Të gjithë së bashku i kemi mbledh forcat që ta realizojmë këtë koncert. I falenderoj drejtorit të
Filharmonisë Selanikut, zotrin Simos Papanas, I cili na ftoi neve si shtet jemi prezent këtu, me që edhe ky koncert u mbajt edhe në Sofje në muajin shkurt. Besoj me mundësitë tona si Maqedoni, si vend I vogël, nuk I kemi të njëjtat fonde që I marrin këto dy shtete për shkak se janë në Bashkimin Evropian dhe ngrenë fonde të ndryshme kulturore nga Evropa. Besoj që një ditë edhe ne do të jemi pjesë e tyne edhe do të kemi mundësi që më lirshëm të realizojmë ose të organizojmë koncerte të tilla. Nga këndvështrimi juaj si drejtor, çfarë mesazh jep Carmina Burana për publikun në një kontekst bashkëkohor? Ti pak më parë kur ishim atje dhe kur e fillove ta ndëgjosh muzikën, e pa se vetë trupit të lëvizje, pash edhe si ti e përjetove. Do thotë Carmina Burana është një kantate e cila vepër muzikore skenike e cila të ngren prej karike kur të fillon kori së bashku me orkestrën. Do thotë është voluminoze, ka forcën e saj dhe është një kryevepër muzikore. A pritën bashkëpunime të tjera në të ardhmen, a mund të na ndani ndonjë projekt që po përgatisni tani së shpejti, sepse jemi të informuar se jeni të ftuar në ca vende, po a doni ato t'i ndani me publikun tani, apo doni që ti kemi si surprizë? Jo, tashme do të tregoj se faktikisht Orkestra e Filharmonisë së Maqedonisë do të jetë në hapjen e festivalit Vera e Ohrit në Ohër me 12 korik dhe pastaj muajin gusht shkojmë në pushime kolektive. Dhe në shtator faktikisht fillojmë përgatitje, në tetor shkojmë në Vjenë, ku do të performojmë në sallën e koncerteve në më të bukur ndoshta në Evropë, Music Verein, edhe atje do të mbajmë koncert si filharmoni, do të thotë këto janë disa koncertet që faktikisht I kemi në këto 3-4 muaj të ardhur. Atmosfera në provë është e mbushur me tension pozitiv, përqendrim dhe ndjeshmëri kolektive. Për artistët kjo është një përballje me një vepër që kërkon jo vetëm mjeshtri muzikore, por edhe shpirt të hapur. Për publikun është një ftesë për të përjetuar një ngjarje të rrallë që vendos muzikën në funksion të dialogut kulturor mes popujve.